Sot rreth orës 9:45 minuta ka ndodhur një aksident këtu në fshatin Lugbonar. Në këtë aksident është përfshirë një biciklist dhe një vetur. Për më shumë detaje të ndjekim materialin në vazhdim. Si pasojë përplasjes, biciklisti ka pësuar lëndime trupore dhe menjëherë është dërguar për trajtim mjekësor në qendrën e emergjencës në spitalin e Gjakovës. Kështu i ka raportuar mediumit ton Vlera Krasniqi nga zyra për informim dhe marrëdhënie me publikun në policinë e Gjakovës. Ndërkohë, gjendja e biciklistit aktualisht është stabile, kështu ka pohuar doktor Ilir Hasanaj. E kanë përkuar një orë një aksident komunikacion. Gjendja e pacientit është stabile, janë bërë gjitha ekzamenimet e nevojshme, është duke marrë tretmonin. Ndërkohë bëhet e ditur se njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe të njëjtit kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e aksidentit.